Trajneri i kombëtares shqiptare Silvinho ka qenë i kënaqur për mënyrën se si e ka luajtur skuadra ndeshjen, por jo dhe aq shumë për rezultatin, pasi mendon se ekipi duhej të fitonte këtë sfidë ndaj Serbisë. Unë si gjithmonë marr çdo përgjegjësi, është shumë i rëndësishëm për ne. Ka shumë ndeshje me kombëtaren dhe e respektoj, një nga ata që luajnë me zemër, e bëra gjuajtës të penalltisë sot, gaboi dhe ndodh, por ka bërë paraqitje shumë të bukur, jam krenar për të gjithë, kanë bërë një ndeshje psikologjike në shtëpi, pastaj tifozët, publiku na kanë mbështetur shumë, jam krenar. Për fat të keq jam i shkënjur pak nga rezultati, por skuadra ishte shumë mirë. Ka qenë një ndeshje shumë e vështirë, unë munduam të shfrytëzonim 1-1 sulmuesit me mbrojtësit. Për Brojen është i njëjti problem që është gjithmonë i dëmtuar, sa kohë ka që nuk luan 90 minuta ky djalë. Është e vështirë për ne dhe për atë, mbërriti momenti që nuk vazhdonte më, si për të tjerët si Hoxha që ishte i vdekur. Mana i ka bërë një ndeshje të pabesueshme edhe pse ka humbur 2 ditë për grip. Provua mbrojje në pjesën e parë, bëri mirë, gaboi diçka të vogël sepse duhet të marrë topin në hapësirë, por ishte i lodhur. Në pjesën e dytë, pas 15 minutash bëri një shkëputje, por nuk ishte më oksigjen. Zgjedhje e vështirë, por nuk është mësuar të bëjë 90 minuta. Jam krenar për lojtarët, për të gjithë. Kemi bërë mirë, ndryshime të rëndësishme në mesfushë, në krah, pastaj lojtarët që hyjnë na japin energji sepse nuk është e lehtë të bësh ndeshje në këtë nivel. 3-4 lojtarë ishin shumë të lodhur, për fat të keq rezultati na shkënjen, por ishte një ndeshje shumë e bukur. Ky është moment shumë i mirë i kombëtares, me gjithë respektin, një vit më parë kishim 14, 15 apo 16 lojtarë, sot kemi 22-23. Mund të zgjedh mes Brojës në të djathtë me forcë, por kisha në pankinë Uzunin dhe Hasanin që ka bërë që me të gjithë bashkë me Bajramin na çojnë Europian. Kemi bërë Europianin fal Bajramit dhe Hasanit, por ajo që dua të them është e bukur se trajneri kundërshtar thot kush luan, Uzuni, Hasani apo Broja, Hoxha, Muçi apo Bajrami. Për ne është shumë e rëndësishme për strategjinë e lojës, është moment i bukur. Mungesa që mshitit, nesër duket të shohim gjithçka. Tani kemi 5 qendërmbrojtës bashkë me Adrian Bajramin që po çmend, po luan shumë mirë. Ai do shkojë pas ndeshjes në SBA për të luajtur me Benfica në botëror. Kemi lojtarë dhe është e mirë për zgjedhje, do të bëjmë stërvitje dhe do të shohim. Sot kemi shpenzuar shumë energji, tha Silvinho pas ndeshjes.